Ju falenderit, zoti kryetar, nderuara zonja deputetet, nderuar zotrinj deputet. Sot ky parlament do duhet që të ishte i mbledhur të gjithë bashk me një qëndrim unik dhe një çështje themelore për trajtuar sot, çështjen e shqiptarëve të Maqedonisë. Presidenti Gjorge Ivanov sot ka nënshkruar zyrtarisht fundin e Republikës Maqedonisë. Këtij shteti sajuar në të vërtetë në zyra burokratësh dhe që është e vështirë ta quash edhe eksperiment, sepse është një eksperiment i konceptuar keq dhe i realizuar edhe më keq. Sot paradoksalisht, presidenti albanofob refuzoi qeverinë Zaev. Vetëm se kjo platformë qeverisë shpallte gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare. Ky ishte një kusht i parashikuar qysh në kryet herës nga marrëveshja e Ohrit dhe nuk u respektua kurrë. Të nderuar kolegë, ne kemi qenë së bashku në këtë sallë kur unë kam kërkuar ndërhyrjen urgjente të shtetit shqiptar për të siguruar të drejtat e shqiptarëve të Maqedonisë. Të drejtat e shqiptarëve të asaj krahine që sot nga kjo sallë po e quaj me emrin e saj të vërtet Ilirida. Përpara disa muajsh pam që në mes të ditës, ditën e diel, shteti Maqedonas shtiu kundër shtetasve të tij. Ai bombardoi, vrau robrit dhe nuk dha asnjë shpjegim pranë asnjë institucioni ndërkombëtar për qëndrimin e mbajtur. Shqiptarët e Iliridës kanë duruar masakra, kanë duruar vrasje, kanë duruar djegje shtëpish, bombardime nga shteti eksperimental që do duhej teorikisht t'i mbronte. Ata e kanë bërë këtë duke kërkuar bashkëjetesën, sigurisht, sepse kanë zgjedhur që të jetojnë edhe me të ndryshmin e tyre. Por në vend të këtij qëndrimi, më shumë se njerëzor, sot kanë marrë shuplakën e presidentit tyre, Ivanovit, që shpalli armiqsinë me 800.000 shqiptar të Iliridës. Sot ata kanë vetëm dy rrugë për të ndjekur. Ose presidenti Ivanov jep dorëheqjen si ekstremist i dhunshëm dhe për qëndrim antikushtetues e shovinist, ose forcat politike të shqiptarëve do duhet të mblidhen të gjitha bashkë dhe të shpallin mëvetësinë e Iliridës. Shqiptarët atje janë sot të lënë në varfëri, janë sot të lënë në ignorancë dhe mundohen të trajtohen si ekstremist islamik. Kësaj fytyre të keqe, ne sot duhet të kundërvëm drejtësinë, solidaritetin, bashkimin, qytetarinë në një kaos të vetme. Kjo që unë sot po ju them në Parlamentin e Shqipërisë nuk është thirrje nacionaliste. Kjo është një kërkesë e kushtetutës sonë që të interesohemi për të drejtat e bashkombësve tanë kudo ku ata jetojnë. Dhe nëse i kanë lënë të jetojnë në një shtet që nuk i konsideron, që nuk i trajton si qytetar dinjitos, atëherë ata nuk mund të lihen vetëm në fatin e tyre tragjik. Republika e Shqipërisë dhe Republika e Kosovës do duhet të kërkojnë urgjentisht mbledhjen e përbashkët të tryezës së forcave politike dhe të ndihmojnë vëllezërit e tyre që sot ndodhen në goditjen më të ashpër që ka ardhur nga kreu i shtetit laboratorik të krijuar në kancelaritë e botës dhe që sot ka humbur çdo domethënie. Pikërisht, për këtë arsye sot do duhet të veprojmë kombëtarisht. Ne shkelim kushtetutën tonë nëse i lëm vetëm shqiptarët e Iliridës. Do jemi dyfisht të dënuar nëse nuk përgjigjemi në mënyrë të menjëhershme dhe po me aq forcë sa akte diskriminuese dhe fyse të një presidenti që vret shtetin e vet. Gjorgje Ivanov duhet të shpallet person non grata në gjithë hapësirën shqiptare. Shteti shqiptar dhe ai Kosovës duhet të bashkërendojnë veprimet për të ndihmuar mbajtjen e referendumit nga shqiptarët për të shpallur mëvetësinë e tyre nëse ata e dëshirojnë këtë. Ne jemi një komb. Askush nuk na e fal më që të lëshojmë territore për të mbajtur pushtete. PD-ja i bën sot thirrje të gjithë forcave politike që të bashkohemi në një qëndrim të vetëm, pro shqiptarëve të Iliridës dhe vendimeve që ata do marrin. Faleminderit.